Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Në emrin e Allahut subhanahu wa taala, falënderim takon vetëm Allahut. Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë ndaj dërguarit e Allahut, mbi familjen e tij dhe për të gjithë ato që ndjekin atë dhe çdo kënd që udhëzohet me udhëzimin e tij. Ka një transmetim nga Enes ibn Malik, i cili ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet, ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet Allahu thorret në ditën e gjykimit: ku janë komshinët e mi? Ku janë komshinët e mi? Dhe vazhdon hadithi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë me lajket: Zoti ynë, e kush mund të jetë komshi me ty? Ai thot, pra Allahu, ku janë frekuentuesit e xhamive? Këtë hadith i kanë nxjerrë Sheikh Albani në librin e tij Silsilatul Ahadithus Sahiha, pra me zgjidhje të saktë. Dhe në këtë hadith Allahu subhanahu wa taala pra i thret në ditën e gjykimit robëve të tij dhe i thot, pra i thret dy herë: ku janë komshitë e mi? Ku janë komshitë e mi? Ndërsa me lajket nga habia e pyesin Allahun subhanahu wa taala se kush mund të jetë komshi me ty? Dhe Allahu subhanahu wa taala i thot, pra ku janë frekuentuesit e xhamive? Po a dini ju se kush janë frekuentuesit e xhamive? Janë ata besimtarë të sinqertë që i kanë zemrat e lidhura fort me xhamin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu janë ata që namazin me xhamat për ta është kënaqësi e shpirtit të tyre. Janë po ata që për namazin me xhamat në xhami lejnë gjithçka. Pra sakrifikojnë gjithçka, sepse e kanë kuptuar që shpërblimi i botës tjetër është më i mirë dhe më i madh se sa i kësaj bote. Janë po ashtu ata që kur e dëgjojnë thirrjen e ezanit, pra Allahu Akbar, ku thot muezini për namaz, i përgjigjen duke ardhur në xhami dhe braktisin çdo gjë për të kryer këtë namaz. Janë ato njerëz, ata burra që edhe në kohë vështirësie kanë guxuar dhe nuk janë tërhequr nga namazi me xhamat, pra në rast frike për shembull. Po ashtu janë ata që presin nga namazi në namaz duke qëndruar në xhami derisa të vijë namazi tjetër. Sikur se ka ardhur një transmetim nga Abdullah ibn Amr, i cili ka thënë: e falëm akshamin me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe u kthye kush u kthye pa në shtëpi, pa iku pas namazit dhe pati pa tyre që qëndroi për në xhami. Erdhi i dërguari i Allahut më pas, pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke nxituar sa që po i merri fryma dhe ishin zbuluar gjunjët dhe tha: përgëzohuni, Zoti juaj ju ka hapur një derë për dyerve të qiellit dhe krenohet me ju tek melekët dhe thot: shikoni tek robërit e mi, e kanë kryer namazin e detyruar dhe ata po presin namazin tjetër. Pra këta janë ata burra të cilët presin nga namazi në namaz duke qëndruar në xhami derisa të vijë namazi tjetër. Pra këto janë ata pra frekuentuesit e xhamive. Janë po ashtu ata burra që esin nëpër errësirat e natës për të falur namazin me xhamat pra në xhami me muslimanët. Dhe për ta do të ketë dritë të plot në ditën e gjykimit, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: përgëzoi me një dritë të plot në ditën e gjykimit ata që ecin në errësirë për në xhami. Janë ata që do t'i strehojë Allahu në hije ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk do të ketë hije përveç hijes që Allahu ka përgatitur për ta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: i strehon Allahu në hijen e tij atë ditë që nuk ka hije përveç hijes së tij, dhe për tyre përmendi dhe një burr që zemra e tij është e lidhur me xhamiat. Hadithin e transmeton Buhari dhe Muslimi. Janë ata që për çdo vajtje në xhami me qëllim për të adhuruar Allahun, qoftë apo ditën apo natën, i përgatit Allahu mikpritje pra në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush shkon në xhami në mëngjes dhe në kohët e tjera nga koha e drekës e më pas, ka përgatitur Allahu për të mikpritje nga xheneti, sa që shkon në mëngjes, pra që është namaz sabah në xhami, dhe në kohët e tjera që janë pra pas drekës. Pra bëhet fjalë që nga koha e drekës deri në kohën e yatsis. Pra hadithin i ka përmendur Imam Buhariu dhe Muslimi pra në librat e të saktë. E gjithë kjo to vepra të mia, e gjithë ky përkushtim vjen sepse bindja ndaj Allahut është më parsore për ta se sa çështjet e dynjas.
sepse imani ka hyrë aq thellë në zemrat e tyre, saqë nuk vendosin gjë me namazin me xhamat, pra nuk krahasojnë asgjë me namazin me xhamat pra në xhami. Ata janë burra të vërtet që nuk i pengon as tregtia e largët dhe as shitblerja nga xhamit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse shikoni një person që është i lidhur me xhamiat, atëherë është personi i hajrin për të, sepse nuk prezanton në xhamit e Allahut vetëm se njerëzit e sinqert. Ndërsa e kundërta e kësaj janë hipokritët që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk prezanton në xhami vetëm se namazet e ditës, ndërsa në namazin e sabahut dhe yatsis nuk prezantonin sepse ishte errësirë dhe nuk i shikonte kush që ata të dukeshin, sepse atyre interesonte që të dukeshin pa tek tjerat. Ndërsa në këto namaze, në sabah dhe në yatsi pra nuk ka pas drita, ata nuk prezantonin sepse nuk i shikonte kush. Dhe nëse këta hipokrit do ta dinin se çfarë shpërblimi kanë në këto dy namaze, do të vinin në xhami qoftë dhe duke ardhur zvarr. Sikur që ka thënë Allah në Kur'an, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Pra ka thënë Allah i lartësuar, me të vërtet për xhamit të Allahut kujdeset ai që ka besuar në Allahun dhe në ditën e fundit pra në ditën e gjykimit. E ka falur namazin dhe e ka dhënë zakatin dhe nuk i friksohet vetëm sa Allahut. Ata e meritojnë që të jenë për të udhëzuarve. Robër të Allahut, nëse dëshironi që të jeni për këtyre besimtarve të sinqert, për këtyre që Allahu i thërret në ditën e gjykimit, ku janë komshinët e mi, atëherë kujdesuni për namazin me xhamat në xhami dhe mos u justifikoni të thoni nuk kemi kohë apo nuk kemi mundësi. Nëse ndjeheni të dembelosur, të lodhur dhe të pafuqishëm, atëherë lutuni Allahut subhanahu taala me gjithë shpirt dhe me zemër dhe thuani: O Allah ynë, e lehtëso namazin me xhamat në xhami dhe më pas merrni shkaqet për ta kryer atë me përpikmëri. E lutim Allahun subhanahu taala që të na përforcojë në kryen e namazit me xhamat në xhami dhe të na bëjë të qëndrueshëm derisa të na vijë vdekja. Walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يشمل فتمياه.